Hapësira është e rezervuar veç për ta, andaj këta fëmijë po kujdesen që ta shijojnë çdo aktivitet që po zhvillohet këtu. Ky organizim i së dielës në parkun e Gërmis në kryeqytet po i entuziazmon të njëjtit mjaft shumë. Aktiviteti u realizua nga organizata Freedom to Live në bashkëpunim me Fit Kids për të shënuar ditën botërore të autizmit. Kësaj edhe ambienti që u caktua u zgjodh me shkas. Ndikon pozitivisht tek sjelljet e fëmijëve, sidomos për arsye se vetë natyra është ambient qetësues që ju ndihmon fëmijëve që të vetë rregullohen tek pjesa e sjelljes, por është edhe shumë e rëndësishme tek pjesa e bashkëpunimit me të tjerë, tek pjesa socializimit. Çdo element i vendosur në park për ta ka arsyen e vet. Por përcaktimin se tek cila duhet të fokusohen fëmijët e bëjnë profesionistët aty. Varet për koncepteve, ndonjë zhvillim që e kemi të nevojshëm për fëmijën, edhe i ndihmon në pjesën emocionale, rritjen e vetbesimit, edhe në fund kënaqen fëmia me çdo aktivitet që bëhet dhe që zhvillohet këto. Në këto aktivitete quajtur ndryshe si picnic party, prezent ishin edhe prindrit, të cilët patën mundësinë të socializohen me njëri tjetrin e të shkëmbejnë përvojat e tyre prindërore përgjatë krejt pasdites.